Thoni lamtumirët diabetit pa ndonjë ilaç. Hani këto 3 ushqime. Ushqimet që përmbajnë stabilizues të glukozës si proteina, yndyrna të shëndetshme dhe fibra, janë në një mënyrë e shkëlqyer për të qëndruar të ngopur dhe për të rregulluar nivelet e sheqerit në trup. Disa ushqime që përmirësojnë nivelet e sheqerit në gjak do t'i rendisim në këtë video sipas WebMed. Duke përmirësuar dietën tuaj do ta keni më të lehtë edhe të stabilizoni gjithashtu llogarit e sheqerit në trup. Sipas WebMed, këto janë ushqimet më të mira të cilat duhet i konsumoni çdo ditë për të mbajtur nën kontroll llogarit e glukozës. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Frutat e freskëta. Edhe pse frutat përmbajnë sheqer natyral, ato po ashtu janë të pasura me vitamina, minerale dhe fibra të rëndësishme të cilat sjellin shumë benefite për trupin. Ndaj nëse jeni me diabet ose nëse jeni duke u përpjekur për të ulur nivelin e sheqerit që konsumoni, frutat do t'jenë një zgjidhje ideale. Vezët. Vezët përmbajnë sasi të larta të kolesterolit, por konsumi i vezëve me sa duket nuk i dëmton ato edhe prediabetikët. Gjithashtu besohet se kolesteroli dietik nuk është aq i rëndësishëm, të paktën për ata që nuk kanë diabet të tipit 2. Vezët mund të rrisin ndjesinë e ngopjes dhe të zvogëlojnë dëshirën e papritur për ushqim. Peshku. Peshqit me nivele të larta të yndyrës si salmoni përmbajnë më shumë proteinë dhe acide yndyrore omega 3. Peshqit të tillë duhet të konsumohen të paktën një herë në javë. Ato rekomandohen të gatuhen në zgarë dhe jo të skuqen. Kakao. Kakao është baza për përhapjen e çokoladës dhe ëmbëlsirave të ndryshme. Farët e kakaos janë të pasur me antioksidant. Ato gjithashtu përmbajnë flavonoide, të cilët rregullojnë prodhimin e glukozës duke aktivizuar proteinën e kyçeve. Kjo mund të ndihmojë në stabilitetin e sheqerit në gjak, madje edhe për ata që kanë tashmë diabet. Bajamet. Bajamet ndihmojnë në rregullimin dhe zvogëlimin e rritjes së sheqerit në gjak pas ngrënies. Konsumi i bajameve në mënyrë të moderuar gjithashtu mund të jetë një mundësi shumë e mirë për të shtuar në dietën tuaj për të përmirësuar llogarit e sheqerit në gjak. Perimet jeshile. Perimet jeshile janë shumë ushqyese dhe me pak kalori dhe gjithashtu janë në dukshëm më të ulta në karbohidrate të tretshme, të cilat e ndihmojnë trupin të mbajë nivelet e sheqerit në gjak. Zarzavate të tilla si spinaqi, lakra, brokoli duhet të përfshihen me patjetër në dietën tuaj nëse vuani nga diabeti. Frutat. Frutat janë një burim thelbësor i vitaminave, mineraleve dhe fibrave, nuk përmbajnë kalori dhe natrium. Disa fruta të përfshira në planin ushqimor për diabetin janë manaferat, luleshtrydhet, boronicat, pjeshkët, avokado, qershi, kajsi, moll, portokall, dardha dhe kivi, pasi kanë nivele më të ulta të glicemisë. Proteina. Disa ushqime kanë shumë proteinë, por jo çdo ushqim është i pasur me proteinë dhe është i përshtatshëm për diabetikët. Disa ushqime të shëndetshme me proteinë janë proteina me bazë bimore që vjen nga arrat, fasulet, fara dhe tofu, nga peshku, pula pa lëkurë, vezët dhe bulmeti pa yndyrë. Karbohidratet. Trupi ka nevojë për karbohidrate që të funksionojë në mënyrë efikase, duke u kujdesur gjithashtu më shumë për sasinë e marrjes së tyre. Disa ushqime të shëndetshme me nisë shtevë për diabetikët janë drithrat si çoshori i zikaf, tërshëra, meli dhe quinoa, gjithashtu edhe patatja e ëmbël. Bulmeti gjithashtu mund të jetë një ndihmë për dietën tuaj. Gjithmonë duhet të varet nga produktet e qumshtit me pak yndyrë ose pa yndyrë për ta ruajtur nivelin e sheqerit në gjak. Zgjedhjet më të mira për bulmet janë kosi me pak yndyrë, 1% ose qumësht i skremuar, gjiza me pak yndyrë. Farat dhe arrat gjithashtu mund të jenë një mundësi shumë e mirë për dietën tuaj. Disa fara plotësojnë edhe boshllëkun dietik. Personat diabetik këshillohen të marrin fara dhe arra të ndryshme si chia, liri dhe gjithashtu farat e kungullit dhe arrat që përmbajnë një mënyrë jetese të shëndetshme. Vaji. Është e rëndësishme të zgjidhni vajin e duhur për përgatitjen e ushqimeve. Dikush duhet të zgjidhë vaj ulliri ekstra të virgjër për të mbajtur një mënyrë jetese të shëndetshme. Ai përmban acid oleik që përmirëson gjithashtu edhe menaxhimin e glicemisë dhe ndihmon në uljen e niveleve të triglicerideve. Vaji ekstra i virgjër i ullirit gjithashtu mbron trupin nga disa komplikacione. Një person me diabet duhet të kufizojë pije dhe të ruajë nivelin e kalorive, sheqerit, kripës dhe yndyrnave.
Zgjedhja më e mirë përpijet për diabetikët janë çaji i jeshil, sasi të vogla të verës, por nuk duhet të tepruhen, pasi mund të ndikojnë negativisht në çështjet tuaja shëndetësore. Nëse jeni diagnostifikuar me diabetin e tipi 2, një nga pyetjet e para është: cilat ushqime duhet të shmangim? Ekspertët thonë se dieta më e mirë për diabetin është ajo që mund të mbahet për një kohë të gjatë. Nuk ka të bëjë aq shumë me ushqimet individuale se sa me ato që bëni çdo ditë. Të gjitha ushqimet kanë vendin e tyre në dietën e shëndetshme, por disa mund të shkaktojnë më shumë probleme nëse vuani nga diabeti. Menaxhimi ushqimor duhet të përshtatet për secilin person, kështu që nuk keni nevojë të ndryshoni të gjithë dietën tuaj nga e para, por është një ide e mirë të kufizoni këto ushqime si pijet me sheqer. Të tilla si ato të cilat janë edhe energjike duhet të evitohen nga dieta juaj. Sheqernat e shtuar. Në të gjithë duhet të hamë më pak sheqer. Merrni parasysh se 10% e kalorive tona ditore vijnë nga sheqernat e shtuar. Mos konsumoni alkool. Pijet alkolike të pasura të distiluara nuk përmbajnë karbohidrate, por më shumë pije alkolike i përmbajnë. Përveç kësaj, alkooli mund të shkaktojë inflamacione që ndikojnë negativisht në sheqerin e trupit. Inflamacioni rrit hormonet e stresit, të cilat rrisin sheqerin në gjak. Shijojeni pijet tuaja thjesht të shoqëruar me një snak të lehtë, të pasur me proteina dhe yndyrna të mira. Evitoni nga dieta juaj ushqimet e përpunuara. Ushqimet ultra të përpunuara siç janë patatet e skuqura, drithrat e mëngjesit, ëmbëlsirat dhe ushqimet e lehta janë të pasura me yndyrna dhe sheqerna të këqija. Nuk keni nevojë të hiqni plotësisht nga dieta juaj, por të zvendësoni ato me produkte sa më të pastra për të mos shkaktuar kështu një luhatje të theksuar të sheqerit në trup. Për të përmirësuar nivelet e sheqerit në gjak, shtoni proteinat e lehta në dietën tuaj. Proteinat ju mbajnë të ngopur për një kohë më të gjatë, ato mbështesin tretjen, kështu nivelet e sheqerit në gjak rriten dhe ulen më gradualisht pas një vakti. Konsumi proteinave me bazë bimore si fasule, thjerëzat, mishi, peshku dhe pula mund të jenë një zgjidhje mjaft e mirë ushqyese në rastin tuaj. Yndyrnat e shëndetshme gjithashtu duhet i shtoni në pjesën tuaj ditore. Ashtu si karbohidratet, yndyrna ndahen në dy kategori: cilësi dhe sasi. Yndyrnat e pangopura ndihmojnë në përmirësimin e rezistencës ndaj insulinës. Zgjedhja e burimeve të duhura të tilla si frutat e thata, farat, vaji i ullirit, gjithashtu edhe avokado, mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë, por tregoni kujdes me porcionet duke mos shkaktuar kështu rritjen e kalorive në trup. Thjerëzat janë një ushqim i këshilluar edhe për personat që vuajnë nga diabeti. Gjatë një studimi të publikuar te revista Clinical Nutrition, shkencëtarët ndoqën dietën e më shumë se 300 personave të cilët nuk shfaqën diabet për më shumë se 4 vite. Ata zbuluan se personat me konsumin më të lartë të bishtajave, sidomos thjerëzave, ishin më pak të rrezikuar nga luhatjet e sheqerit në trupin e tyre. Zvendësimi gjysmë racioni, siç është me vezë, bukë, oriz ose patate me thjerëza çdo ditë, ndihmon gjithashtu edhe në uljen e zhvillimit të rrezikut të diabetit të tipit 2. Të gjitha llojet e bishtajave janë shumë të rëndësishme për t'u përfshirë në dietën tuaj. Gjithashtu është e rëndësishme t'i shtoni ato të cilat janë thjerëzat, fasulet, bizelet, të cilat kanë fibra dhe një burim të mirë të proteinës. Drithrat gjithashtu mund të jenë pjesë të dietave tuaja për të mbajtur konstant luhatjet e sheqerit në trupin tuaj. Konsumi i drithrave që bën nivelin e sheqerit në gjak të rritet ngadalë janë fakti që mund të ulë rrezikun e diabetit të tipit 2. Gjithashtu, fibrat të drithrat ngadalësojnë procesin e tretjes së karbohidrateve, duke ulur kështu nevojën për insulinë. Drithrat përmbajnë edhe lëndë ushqyese antioksiduese dhe antiinflamatore që ndihmojnë ndjeshëm në menaxhimin e luhatjeve të sheqerit në trupin tuaj. Gjithashtu në dietën tuaj mund të shtoni edhe perimet e gjelbra. Të gjitha perimet e gjelbra janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për të shtuar në dietën tuaj, por tregoni gjithmonë kujdes me sasinë e konsumuar të tyre për të evituar kështu komplikacionet që mund të rëndojnë edhe më shumë shëndetin tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.